Hej, unë jam Genti, jam kickboxer 16 vjeçar, sot keni më mësuar desene të reja për mua që nuk i keni ditë në Urban FM. Por ata që nuk njohin, kallëzon arritjet tua në kickbox. Arritjet e mia si kickboxer janë 9 kampion i Evropës për vitin 2025, vendi i dytë në Kupën Botërore në Turqi dhe në Hungari, 9 kampion Ballkani për vitin 2024 si dhe kampion i Kosovës. Po ashtu jam i renditur në ranglistën botërore si i pari. Kush ka shtyr me fillu këtë sport edhe kush ka suportuar gjatë këtë kësaj kohe? Sportin e kickboxit e kam filluar mas pari si hobby. Ka qenë familja, po ashtu edhe ekipa Prishtina Fight Club ku ushtrej që më kam mbështetur dhe suportuar gjatë gjithë kësaj kohe. Tregon atë shumë marrëdhënia jote me federatën. Marrëdhënia me federatën e Kosovës janë shumë të mira. Ata çdo na përkrojnë dhe suportojnë këtë garat që i kena, jo vetëm po edhe këtë garus tjerë të Kosovës. Cilat janë synimet tua për në të ardhmen? Synimet e mia për sportin e kickboxit janë më bë kampion botëror në vitin tjetër, si dhe me kaluar profesionalizëm, më rri me fajtera më të mirë në botë. Tregon ushqimin tënd preferuar. Ushqimi që preferoj më shumë prej tjerave është mishi i bordh. Çfarë shekon nëse si shekon kickboxer? Nëse si shakon kickboxer, mendoj se shakon futboller dhe kisha luajtur qendër mbrojtës. Çfarë kishe thonë moshatarëve tu që dojnë më marrë me kickbox? Për këtë ata që dojnë më marrë me sportin e kickboxit, ta kisha sugjeruar për arsye se fiton një vetbesim sa më të madh, po ashtu bosh edhe më disciplinuar. Mos harroni me follow Urban FM edhe subscribe në YouTube.